Të dashur bashkëqytetar, fundviti është një kohë festash dhe bilancesh për çdo nga ne në çdo fushë ku angazhohemi profesionalisht. Reflektimi mbi çka kemi bërë dhe çka duhet të kishim bërë më shumë është sidoqoftë njëra anë e medaljes. Më e rëndësishme se kaq, në ditë të tilla festive është të qenurit të bashkuar në solidaritet për më të pamundurit, për familjet me nevoja ekonomike, për gjyshrit e pensionistët e vetmuar dhe për çdo që ka nevojë të ndriçohet më shumë nga dritat e festave. Nëse ka një element që ne si lushnjarë e myzeqar na diferencon pozitivisht, është urtësia, mikpritja dhe bashkëjetesa përtej të qenurit vendas apo i ardhur. Ne jemi bashkë me festa e me gëzime, ndaj dhe mesazhi i këtij fundviti është një urim që këto element të një pasurie të jashtëzakonshme, social-kulturore dhe veçanërisht shpirtërore, të trashëgohen dhe të forcohen edhe më shumë për vitin 2026 e mëtej. Shpresoj që çdo sfidë apo vështirësi që keni kaluar gjatë këtij viti t'ju ketë bërë edhe më të fortë e po ashtu të jetë për ju një moment i rëndësishëm ringritje dhe gatishmërie për të luftuar me pasion për çdo gjë që dëshironi. Uroj shumë që viti 2026 të vazhdojmë të ndërtojmë në komunitetet ku jetojmë, ura mirëkuptimi dhe bashkëpunimi, sepse vetëm kështu mund të aspirojmë një të ardhme më të mirë për lushnjën tonë. Një Shqipëri në prosperitet për sot dhe nesër. Një urim të përzemërt edhe për të gjithë bashkëqytetarët tanë në diasporë, të cilëve ju dëshirojmë çdo të mirë në vendet ku jetojnë e punojnë. Le të presim vitin e ri me besim dhe shpresë për një të nesër me më të begatë, të mbushur me dashuri për njëri tjetrin, me urimin e sinqert për shëndet e lumturi në 2026-ën, gëzuar.